All rise. Gjithë më këmbë. The Kosovo Special Dhëmat e specializuara çelin seancën. Gjykatësi mund të uleni. Madam Court Officer, please call. Sekretari, ju lutem paraqisni lëndën. Sekretarja, mirë ditë të gjithëve. Kjo është lënda KSC BC 2020 e 3-12 prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isnik Hilajt, Fadil Fazliu dhe Herdin Kuçit. Ju lutem ekipeve të prezantohen duke filluar në prokuroria. Mirë dita, Gjosh Hafec, përfaqësuesi prokurorit të specializuar. Këtu kam kolegët e mi, zoti Sullivan, Tix, Lem Peterson edhe Passenberg. Defense? Mbrojtja, zonja Menegon. Mirë dita, unë jam këtu me Lea Alex Lirim, Grisevci, edhe një ekip tjetër që përfaqëson Valeria Haxhia, më falni, që përfaqëson mbrojtjen e zotit Thaçi. Zoti Riz që po ta ndjek përmes Zoomit. Zoti Riz, unë jam me bashkë mbrojtësin këtu Hugh Bowden dhe Muharrem Halilaj. Zoti Holmes. Mirë dita të gjithëve. Unë jam përmes videolidhjes me kolegen time Salman, edhe kam edhe kolegët e tjerë që na përfaqësojnë në sallën e gjyqit. Zoti Young, mirë dita të gjithëve. Edhe unë përfaqësoj zotin Fazliu përmes videolidhjes. Kam këtu zonjën Beqiri që na ndjek po ashtu përmes videolidhjes, edhe unë po ashtu jam përmes videolidhjes. Zoti Admiral, unë jam këtu vetëm në sallën e gjyqit. Shoh që zoti Thaçi, zoti Kilaj dhe zoti Fazliu po na ndjekin po ashtu përmes videolidhjes. Zoti Smakaj dhe zoti Kuçi nuk po e ndjekin këtë seancë, pasi kanë hequr dorë nga e drejta për të marrë pjesë, sipas rregullores, rregulla 96.2c. Jemi këtu për seancën përgatitore të mbrojtjes, që si rregull duhet bërë përpara se të fillojë mbrojtja me paraqitjen e provave të veta në bazë të rregullës 119.3. Kjo është në vijim të mbylljes së provave prej prokurorisë më 13 mars 2026, e mbështetur në parashtrim protokolluar 792. Pa të ditë, unë lëshova edhe urdhrin për planifikimin e seancave me numër 790, dhe taktova datën 24 prill 2026 si afatin e fundit për mbrojtjen për dorëzimin e provave materiale dhe listës së dëshmitarëve, por sigurisht ju dash mundësinë që të na japin materiale shtesë deri sot 1 prill 2026, por të japin dhe arsyet e vlefshme për këtë. Po ashtu caktova periudhën 7 deri 24 prill si periudhën për mbrojtjen që të paraqisë provat e veta, e cila më pas u zgjat me email deri më 28 prill 2026. Vërejqi Smakaj, Fazliu dhe Kuçi, ekipet e tyre përkatëse, kanë dorëzuar njoftimet përkatëse ku na kanë njoftuar se nuk do të paraqisin dëshmitar. Ju lutem të më konfirmoj gjithë secili, duke filluar me ju, zoti Holmes. A konfirmoni se nuk do dorëzoni kërkesë? Më falni, jo, bëra gabim, jo zoti Holmes. Zoti Young. Pra, konfirmoni që nuk do të kërkoni të dorëzoni parashtrime plotësuese? Young, po, e konfirmoj. Gjykatësi, faleminderit zoti Riz, po ju? Do dorëzoni informacion shtesë sot? Riz, jo, nuk ndryshojmë asgjë, qëndrimi ynë mbetet i njëjtë. Zoti Admiral, as ne do dorëzojmë asgjë shtesë sot. Zoti Jak, në paragrafin 2 të parashtrimit tuaj, thoni që keni të drejtën për të bërë një parashtrim gjatë fjalëve hyrëse dhe përmbyllëse. Me sa kuptoj unë, ju do të doni të mbani një fjalë gjatë deklaratave përmbyllëse, apo jo? Kam kuptuar drejt? Ju nuk do të mbani fjalë hyrëse, pa pasur prova, apo jo? I nderuar gjykatës, unë do të
kem një fjalim përmbyllës nëse më lejoni. Pra, unë do të kem prova, por unë do doja të kisha një fjalë përmbyllëse nëse më lejohet, dhe mendoj që do më zgjas rreth 45 minuta ky fjalim. Gjykatësi. Mendoj se gjykata në këtë rast mendon se deklarata hyrëse lejohet vetëm kur paraqiten prova. Përndryshe, duhet të keni vetëm fjalën përmbyllëse. E kuptoj që ju jeni pajtohen me këtë, apo jo? Ja, po, kështu e kam kuptuar dhe unë. Unë në Angli jam mësuar dhe në Wales jam mësuar që në zakonisht kemi fjalë përmbyllëse dhe fjalë hyrëse, kështu që për mua kjo është krejt okay. Zoti Holmes, shoh që keni paraqitur 4 dëshmitar në emër të zotit Kilaj, të cilët janë pranuar përmes rregullës 153. A mund të konfirmoni se nuk do të shtoni dëshmitar në listën tuaj? Holmes, po, kështu është. Është saktë. Gjykatësi, faleminderit. Zonja Minigon, ju keni renditur vetëm një dëshmitar në emër të zotit Thaçi, DHT 01-shin. Ju lutem, mund më informoni nëse do të kërkoni të dorëzoni parashtrim shtesë për këtë dëshmitar sot? Menegon, jo për momentin. Faleminderit. May I ask, Zonja Menegon, cili është parashikimi juaj aktual për deklaratën hyrëse në emër të zotit Thaçi? Menegon, duke mbajtur parasysh që ne nuk kemi plan të thrasim dëshmitar në këtë fazë, preferojmë po ashtu që parashtrimet tona t'i bëjmë në fazën përmbyllëse të provave. all right, thank you for those indications. Faleminderit për informacionin që na dhat. Tani do t'i drejtojmë prokurorisë të pyes nëse ka ndonjë koment për momentin sa i takon parashtrimeve të prokurorisë, të mbrojtjes në bazë të rregullës 119. Hafec, varet se si do të jetë zhvillimi i sotëm, por ne do t'ju japim përgjigje nesër me shkrim, sikurse ju kemi njoftuar sa takon mocioneve sipas 153. Ne kemi diskutuar me mbrojtjen e zotit Kilaj sa i takon fakteve të mundshme për cilat jemi të pajtuar. Edhe do të dorëzojmë një mocion tjetër në bazë të rregullës 153 pasi na zgjatët afatit dhe do ta bëjmë këtë javën tjetër. 2 prej raporteve që janë në provat e zotit Thaçi, në pamje të parë, duket sikur janë akt ekspertiza dhe nuk është bërë asnjë njoftim sipas rregullës 149 dhe nuk e kuptojmë kush është dëshmitari që bashkëshoqëron këtë raport në legal workflow. Pra nëse e kundërshtojmë këto raporte dhe nëse gjykojmë që nuk ka bazë që të pranojë raportet, nuk po them që nuk ka për momentin, po nëse nuk do të ketë bazë për këto raporte, atëherë ngrihet pikpyetja nëse do të propozojmë një dëshmitar dhe për këtë s'kemi dëgjuar asgjë. Dhe nëse do të ishte dëshmitar ekspert, sigurisht duhet të respektohet rregulla 149 edhe urdhri për zhvillimin e procesit gjyqësor që kërkon kohë. Megjithatë, përveç kësaj nuk kam asgjë për të shtuar. Gjykatësi. Para se drejtojmë zonjës Menegon, sa i takon këtij komenti që sapo bët ju, kur thoni që periudha kohore që 49, sipas 149 do të jetë më e gjatë, a mund të ma shtjelloni çfarë doni të thoni ju me këtë që kërkon kohë? Dhe sipas jush cila është periudha e duhur kohore? Prokurori. Po, sipas rregullës 149, duhet të njoftohemi 30 ditë më përpara nëse kemi dëshmitar ekspert dhe akt ekspertizë. Unë thjesht doja të thoja që ne nuk kemi të qartë për momentin.
Dhe ne do ta kundërshtojmë në bazë të themelësisë së parashtrimit që do të bëjë mbrojtja, kuptohet. Gjykatësit, siç e kam kuptuar unë dhe mund më korrigjoni, është që periudha kohore sipas rregullës 149 është 7 ditë, jo 30 ditë. Përpara se të vi dëshmitari në sallën e gjyqit, apo dhe 7 ditë për të ngritur një kundërshtim, që do të thotë se është më pak se periudha që është përcaktuar në urdhrin për zhvillimin e procesit gjyqësor. Sigurisht në varësi të informacioneve plotësuese që jepen. Prandaj isha shumë kurioz për këtë dallimin që kemi ne të dy sa i takon periudhës kohore për të bërë njoftimin e përkatës. Prokurori, më falni se nuk e kam përpara, por më duket se në urdhrin për zhvillimin e procesit gjyqësor, paragrafi 35, thot që duhet të njoftohemi 30 ditë më përpara në qoftë se do të rritet dëshmitar ekspert. Në rregull. Zonja Menegon, keni ndonjë koment ju lidhur me materialet që janë në listën tuaj? Menegon? Ne do të dorëzojmë në fakt raportin përmas rregullës 138, sikur se ka bërë ZPS-ja me raportet e veta, sa i takon njoftimi 30 ditor. Ne pikërisht për këtë arsye vendosëm mos e thrasim dëshmitarin sepse raportin e morëm shumë vonë. Por, nëse nuk do të pranohet pranimi i këtyre raporteve, atëherë ne kërkojmë leje që të kërkojmë pranimin e raportit përmes rregullës 149 dhe ta thrasim dëshmitarin nëse lind nevoja. Ne nuk kemi shtuar asnjë dëshmitar në listën tonë për momentin, sepse gjykojmë që raporti sipas rregullës 138 është i mjaftueshëm. Po ne mund të bëjmë parashtrim me shkrim në lidhje me këtë aspekt, nëse është e nevojshme. Faleminderit. Gjykatësi, po kjo ndikon planifikimin tonë në fakt. Sepse nëse do duhet të presim promocionet e provave jogojore që të dorëzohen dhe pastaj dalë vendimi dhe vetëm pas kësaj mund të bëhet kërkesa sipas rregullës 149. Po kjo mund ta shtyjë procesin, sepse ju mund të dorëzoni mocion sipas rregullës 149 dhe njëkohësisht të dorëzoni materialet përmes mocioneve të provave jogojore. A nuk është kjo diçka që do të ishte e volitshme dhe veç kësaj nuk do të ishte e padëgjuar që të kërkohet ndryshimi i afatit kohor që është përcaktuar në vendimin për në urdhrin për procesin për zhvillimin e procesit gjyqësor. Menegon, në çështjen 06 një prej palëve në fakt e vendosi dëshmitarin në listën dëshmitarëve, ishte dëshmitar ekspert dhe njëkohësisht kërkoi të pranojë raporti me shkrim dhe në atë rast trupi gjykues e rrëzoi kërkesën. Këtë e kemi si precedent. Pra, nëse vendosim në listën e dëshmitarëve, atëherë mendojmë që raporti mund mos jetë më i pranueshëm, kështu që ne vendosim që të ndjekim këtë rend. And do I, May I add that Gjithashtu dua të shtoj. Ne u konsultuam me një nga dëshmitarët e mundshëm, sa i takon disponueshmërisë së saj dhe na tha që nuk do të jetë e lirë deri në datën 8 maj. Prandaj ne vendosëm në fakt që do të ishte më mirë që të dorëzonim raportin. Mbase mund të jetë e parakohshme të pyes prokurorin tani, por me që keni marrë njoftimin më 27 mars për dokumentin që është i mbrojtjes së Thaçit dhe është një dokument që është një raport që mund të kërkohet, të pranohet si akt ekspertiz. Do ta pranonit ju atëherë që ta llogarisim kohën që nga data 27 mars? I think that would Prokurori. Kjo varet nëse
flasim, duhet të dim cili është dëshmitari, duhet përgatitemi, të analizojmë materialin për këto ekspert dhe materialet që përmendin në një prej raporteve, pa hyrë në detaje, mos të hyjmë ligjit dhe interpretimit të ligjit, por materialeve në këtë raste bivendosen dhe me provat që sapo ka dorëzuar mbrojtja dhe që janë pranuar disa syresh në këtë çështje gjyqësore. Pra, ka pak punë me këtë raport. Prandaj kam kuptuar unë që prandaj janë parashikuar rregullat përkatëse në urdhrin e përkatës. Por për dëshmitarin DHT-01, si mendon prokuroria? Duhet i bëni kundërpyetje? Doni që dëshmitarin ta dëgjojmë në sallën e gjyqit, apo ju mendoni që dëshmia e këtij dëshmitari nuk është relevante, nuk ka nevojë të merret në formë gojore? Prokurori, unë do doja t'i përgjigjesha tani kësaj pyetje, por po flasim për një dëshmitar që flet për shumë transkripte që ja kanë qenë objekti i procesit të verifikimit, që janë po ashtu objekt e një dëshmitari tjetër. Prandaj, kjo kërkon shumë analizë përpara se të përgjigjem nëse është relevant ky dëshmitar apo jo, apo nëse si alternativë ky person të vi këtu dhe të bëjmë pyetje përkatëse. The reason for that. U pyeta sepse dëshmitari DHT-01 është i vetmi dëshmitar që mund të jap dëshmi edhe që për të cilin janë dorëzuar materialet. Edhe teorikisht mund të jetë një dëshmitar që do të dëgjohet në sallën e gjyqit, gjithmonë në rast se gjykata vendos që dëshmitari duhet të jap dëshmi gojore dhe duhet t'i bëjmë kundërpyetje të përkatëse. Me negon. Dëshmitari është i disponueshëm, datën duhet ta konfirmoj, por është në listën tonë dhe nëse na rrëzohet mocioni sipas rregullës 153, atëherë ne do dojmë që të kishim mundësi që ta pranonim provën e tij përmes një rregulle tjetër. Faleminderit. Që ta kuptoj unë qartë. Për momentin nuk ka asnjë dëshmitar për të dhënë dëshmi gojore nga ekipet e mbrojtjes në sallën e gjyqit. Dhe i vetmi dëshmitar, i vetmi përjashtimi i mundshëm për momentin është në qoftë se do të rrëzohet mocioni sipas rregullës 153 për dëshmitarin 01. Vetëm në këtë rast dëshmitari do të vijë fizikisht në sallën e gjyqit. A kam kuptuar unë drejt? That's a possibility. Me negon, i nderuar gjykatës, kjo është mundësi, megjithatë, ZPS-ja ka dorëzuar transkriptin dhe përkthimin e përkatës mbështetur në rregullën 138, pa thëritur asnjë zbardhës apo asnjë përthyes. Kështu që ne mendojmë që rregulla 138 do duhet të shikohet domethënë për sa i takon mundësisë së thërritjes së këtij dëshmitari për të dhënë dëshmi në sallën e gjyqit apo jo. Gjykatësi nuk e kisha për themelsi, nuk po e bëj këtë pyetje për të ditur nëse ka themel apo jo thirrja e këtij dëshmitari, por thjesht doja të dija në qoftë se duhet planifikojmë në një datë në gjykat në mënyrë të tillë që dëshmitari të vinte në sallën e gjyqit. Për këtë arsye ja u bëra pyetjen. Dhe duket sikur në mënyrë që të zgjidhim çështjen ose problemin që ka të bëjë me rregullin 153, kjo nuk mund të ndodhë javën e datës 7 prill. Ndoshta mund të ndodhë një javë më pas. Dua t'i pyes nëse dëshmitari është i disponueshëm apo jo javën pas 7 prillit. Me negon, do duhet që ta pyes, me thënë të drejtën do të vlerësoje shumë në qoftë se ju do planifikonit në një datë për sa i takon dëshmisë së këtij dëshmitari dhe duhet të marrë parasysh parashtrimet e prokurorisë.
Megjithatë, në qoftë se ne vendosim që të dorëzojmë dëshminë e këtij dëshmitari për të pranuar me shkrim, tani nëse kjo kërkesë rrezohet, do i kërkonim që të pranohet kërkesën tonë që ky dëshmitar të jap dëshmi përmes videolidhjes, se do ishte më thjesht për gjithë ne kjo. Gjykatësi, në rregull. Për momentin duket sikur ka pak vështirësi që nëse raportet e përmendura si raporte që potencialisht mund të pranohen sipas rregullës 138, në fund nuk pranohen mbi këtë bazë ligjore dhe ju kërkoni që këto materiale më pas të pranohen si akt ekspertiza të ekspertit ose dëshmitarit. Dhe ju tha që kjo është arsye që pse ju nuk doni ta bëni kërkesën mbi bazën e rregullës 138. Megjithatë, sikur e thash më përpara, është e vështirë për mua që ta kuptoj sepse do ishte ky përfundimi, në veçanti duke pasur parasysh diskutimin që po bëjmë tani. Dhe qëllimi është që ta përshpejtojmë procesin sa më shumë të jetë e mundur në kuptimin që dëshmitari që ju dëshironi që të rrisni të merret të pyetjes sa më shpejt jetë e mundur. Menegon, nëse ju i nderuar gjykatës na kërkoni ne që të dorëzojmë një parashtrim mbështetur mbi rregullën 159, që është rregulla alternativa, dhe në qoftë se ju konfirmoni që kjo nuk ka ndikim mbi mocionin sipas rregullës 138, mund ta bëjmë mbi këtë bazë ligjore, nëse na e konfirmoni këtë gjë. Por ne nuk është problem. Gjykatësi, megjithatë do duhet që të pyes prokurorinë së pari. Prokuroria a është kundër këtij shpjegimi? Domethënë me fjalë të tjera, që të bëhet njoftimi sipas rregullës 149 paragrafi 1 me njëherë dhe kjo gjë të mos ketë ndikim sa i takon pranim të raportit përmes provave jo gojore. A ka në kundërshtim prokuroria lidhur me këtë? Yes, I understand that, Judge. Prokuroria kuptoi, nderuar gjykatës, kuptoi situatën. Gjykatësi po, dhe jeni i gatshëm që të pranoni që kjo nuk do të ketë ndikim mbi kërkesën për pranimin e provave gojore, apo jo? Prokuroria duket sikur kjo është mënyra e drejtë për të vjuar më tej, domethënë që të bëhet njoftimi i duhur në mënyrë të tillë që të kemi proces më të shpejtë. Nuk mendoj që kjo e zgjidh problemin e thirrjes të dëshmitarit ose kohës që do duhet të thirrjet dëshmitari, nëse ndodh kjo, gjatë e kuptoj. Gjykatësi po nga ana tjetër kemi afatin 30 ditor dhe kemi gjithashtu edhe afatin që kemi përcaktuar sa i takon përfundimit të dëgjimit të dëshmive të dëshmitarëve të ekipeve të mbrojtjes, që është më pak se 30 ditë. Dhe kjo në vetvete përbën problem. Megjithatë, ajo çfarë do sugjeroja unë duke pasur parasysh të bisedat dhe diskutimet e palëve, është që të bëhet njoftimi sipas rregullës 149. Pra, ju lutem bëjni këtë njoftim menjëherë. Me në konë do të bëjmë. The court is... Gjykatësi. Gjykata duket sikur ka pak gjasa që të ketë seancë me datën, do të thënë në javën e datës 7 prillit, sepse nuk duket sikur ka një dëshmitar që do të mund të thrasim në atë javë. Dhe zonja Menegon do duhet të sqarojë diçka tjetër përpara se të vazhdojmë më tej. Nëse ndonjë prej materialeve, të cilat tani konsiderohen si të dorëzuara mbështetur në rregullin 153 ose 138. Pra, nëse këto materiale pranohen me shkrim, a dëshironi që të bëni një deklaratë hapse apo jo? Menegon, nëse të gjitha materialet do të pranohen me shkrim, neve nuk kemi sepse të bëjmë deklaratë me shkrim, domethënë deklaratë të hapur hapse. Gjykatësi, po në qoftë se materialet nuk pranohen me shkrim, në qoftë do duhet që të parashtrohen këtu në sallën e gjyqit. Në atë rast, ju do doni që të bëni deklaratë hapse? Menegon, në qoftë se ju do vendosni që dëshmitari të jap dëshminë në gjyq, atëherë ka kuptim për neve që të bëjmë deklaratat hapse nga ana jonë, pra si ekip i zotit Thaçi.
I'm going to adjourn. Gjykatësi, do bëjmë një pushim të shkurtër tani, në mënyrë të tillë që të vlerësoj pak se çfarë urdhri gojor mund të jap, duke pasur parasysh diskutimet që u bën këtu në sallën e gjyqit. Megjithatë, përpara të bëjmë pushimin, dëshiroj që të trajtojmë një tjetër çështje, që është pranimi ose prania e të akuzuarve gjatë prezantimit të argumenteve të ekipeve të mbrojtjes. Vërej që zoti Fazliu ka bërë një kërkesë në parashtrimin 804 të datës 23 mars 2026 që të marrë pjesë përmes videokonferencës në seancat e gjyqit, mbështetur në rregullin 68 paragrafi 2. ZPS-ja, çfarë qëndrimi ka lidhur me këtë kërkesë? Your Honor, Prokurori, inderoj gjykatës, nuk kemi asnjë qëndrim për momentin. Gjykatësi, në rregull, atëherë ky është urdhër me gojë që ka të bëjë me këtë kërkesë. Mendimi im është që përsa i takon pranisë fizike të akuzuarve gjatë argumenteve të mbrojtjes, më shumë rëndësi ka që ata të jenë fizikisht të pranishëm në sallën e gjyqit dhe duke marrë parasysh në veçanti kërkesën e zotit Fazliu si dhe qëndrimin e prokurorisë, unë megjithatë e pranoj kërkesën e zotit Fazliu që është parashtrimi F00804 që të marrë pjesë në fazën e procesit gjyqësor të ekipeve të mbrojtjes pra dëshmitarëve të mbrojtjes përmes videolidhjes në pajtim me rregullin 68 paragrafi 2. Zyrë administrative kërkohet që të lehtësoj pjesëmarrjen e zotit Fazliu. Ky është fundi i urdhrit me gojë. Gjithashtu, dëshiroj të them që nëse të akuzuarit e tjerë kanë kërkesa të ngjashme, unë jam i hapur për t'i marrë këto kërkesa. Dhe po ashtu kjo përbën një ndryshim të afateve të kërkesave të tilla, ndryshe se ç'është përcaktuar në vendimin për zhvillimin e procesit gjyqësor. Atëherë do bëjmë një pushim të shkurtër, më pak se 10 minuta, kështu që do ju kërkoja që të rinit aty ku jeni, domethënë brenda sallës së gjyqit dhe për pak do fillojmë përsëri. Ris, përpara se sa të ngriheni, gjykatësi po zoti Ris vazhdoni. Ris. Ju kërkoj ndjes që nuk do jemi pranishëm kur të ktheheni përsëri në seancë, sepse zoti Bautën do jetë këtu dhe do përfaqësoj interesat e zotit Smakaj, por unë duhet largohem. Ju kërkoj ndjes për këtë. Gjykatësi, faleminderit për njoftimin. Thank you. Në rregull, atëherë do bëjmë një pushim të shkurtër. Sekretari të gjithë më këmbë. Sekretarja të gjithë më këmbë. Please be seated. Mund të uleni. In light of the Gjykatësi, duke marrë parasysh parashtrimet që dëgjuam në gjyq në sallën e gjyqit sot dhe parashtrimet përkatëse të marra sipas rregullës 119, është e qartë se nuk ka dëshmitar për të dëgjuar të paktën javën që fillon me 7 prill 2026. Dëshmitari tjetër i cili mbase do duhet që të vi në sallën e gjyqit dhe për cilin do planifikohet një datë seance këtu në sallën e gjyqit është dëshmitari DHT01. Megjithatë, kjo do të varet nga rezultati i kërkesës mbi bazën e rregullës 153, që do duhet të dorëzohet pikë së pari, pastaj të merret vendimi lidhur me të. Do i kërkoj palëve tani që të jenë të disponueshme për datën 14 dhe datën 15 prill për seancën e mundshme të këtij dëshmitari, pra që është dëshmitari DHT01. Përsëri, dua t'ju them që kjo varet nga rezultati i
pranimit të kërkesës mbi bazën 153, domethënë nëse do të pranohet me shkrim dëshmia e këtij dëshmitari apo jo. Kjo është çështja e parë që doja të sqaroja. Palët udhëzohen të jenë të disponueshme në javën e 14 e 15 prillit për të dëgjuar të dëshmitar në qoftë se do miratohet dëshmia e tij në sallën e gjyqit. Aspekti i dytë, dhe ky është një urdhër me gojë, mbrojtja e thaçit do të dorëzoj kërkesa që lidhen me rregullin 149 deri nesër në orën 4 pasdite. Kjo kërkesë duhet të përfshijë një shpjegim sepse kërkesa nuk është dorëzuar deri sot në orën 4, që sipas gjykatës ky është afat që duhet që të ishte respektuar dhe pavarësisht shpjegimit që na u dhan sot, pra është e rëndësishme që në kërkesën që do dorëzohet nesër të bëhen shpjegimet përkatëse në parashtrimin me shkrim që do të bëjë mbrojtja e thashit deri nesër në orën 4. Kjo përfundon urdhrin tim me gojë. Megjithatë, përtej kontekstit të urdhrit, do i kërkoj ekipit të thashit që të jetë sa më konkret të jetë e mundur në parashtrimin në fjalë, pra të jap sa më qartë aspektet e kohës kur dëshmitarët mund të vinë të japin dëshmi, në qoftë se ato kategorizohen si dëshmitar ekspert, domethënë kur janë të disponueshëm për të dhënë dëshmi, kjo është e para, dhe e dyta, në qoftë se ato do të paraqiten brenda 30 ditëve, duhet që të jepet shkaku i duhur, i përligjur për të shkurtuar afatet e parashtuara në urdhrin për zhvillimin e gjykimit. Dhe përveç kësaj, në qoftë se ata do dëgjohen pas datës 28 prill, do duhet që të jepen shkaqet e përligjura për justifikimin e ndryshimit të kalendarit që është miratuar. A ka ndonjë aspekt tjetër që palët dëshirojnë të mbledhin? Yes, Mr. Holmes, a mund të them diçka? Gjykatësi po. Holmes, faleminderit që më dha fjalën. Sikur se mund ta keni vërejtur i nderuar gjykatës, ne kemi dorëzuar mocione për pranimin e 4 dëshmitarëve, mbështetur në rregullën 153. Domethënë, janë dëshmi që ne kërkojmë që të pranohen si prova jo gojore, pra si prova me shkrim. Këto janë persona të cilët njihen mirë, kanë reputacion të padiskutueshëm dhe që ata mund të flasin për sa i takon integritetit të zotit Kilaj. Sot paradite neve na u tha ne u vëmë në dieni të ekzistencës së materialeve që mund të ketë ZPS-ja që mbase mund të çojnë në kundërshtimin e kërkesës sipas rregullit 153. Dhe në këto rrethana mund të duhet që një ose dy dëshmitarë mund të paraqiten për të marrë në pyetje nga prokuroria. Por, duke marrë parasysh kriteret sipas rregullit 153, i nderuar gjykatës ju e dini se ka pak të ngjarë që këto dëshmitarë të vinë të japin pyetje sepse këto janë dëshmitarë të cilët kanë të bëjnë me karakterin e të akuzuarit dhe nuk ka të bëjë me sjelljen e të akuzuarit. Por mbështetur në urdhrin tuaj për sa i takon kalendarit ose për sa i takon planifikimit të dëshmitarëve që do të mund të vinë të japin dëshmi në sallën e gjyqit, ne ju kërkojmë i nderuar gjykatës që në qoftë se do të merrni parasysh kundërshtimin e ZPS-s, mund të na duhet që një ose dy dëshmitar të vinë edhe të japin dëshmi aty. Por mund të ndodhë për shembull që dëshmitarët të japin dëshmi në distancë. Kështu që në qoftë se ju duhet miratoni kërkesën e prokurorisë, atëherë do na duhet ne që të thrasim një ose dy dëshmitar për sa i takon karakterit të zotit Kilaj. Gjykatësi e kuptoj që kjo kërkesë do përfundoj plotësisht me 7 prill apo jo? 7 prill 2026 apo jo?
Kështu që unë sugjeroj që datat e 14 e 15 prillit të vazhdojnë të planifikohen për jush. Domethënë mund t'i marrin parasysh edhe për këtë arsye, për dëshmitarët tuaj të mundshëm. Me kusht që t'i japim njoftim në kohë të dëshmitarëve. Pra në qoftë se këta persona do t'japin dëshmi, do japin dëshmi përmes videolidhjes, zoti Holmes, kuptova drejt apo jo? Holmes, i nderuar gjykatës, duhet ta konfirmoj me ta, por duam që ta mbajmë ta për mundësinë që ata të mund të japin dëshmi në videolidhje. Besojmë. Megjithatë do duhet që ta konfirmojmë plotësisht me ta. Gjykatësi, ka ndonjë koment prokuroria lidhur me këtë? Prokurori, shkurtimisht. Dëgjuan parashtrime gjërë e gjatë lidhur me themeljen e 4 dëshmitarëve. Nuk do i futem aspektet e debatit me mbrojtjen, sepse informacione që kemi marrë neve mund të konsiderohen ose mund të kategorizohen thjesht informacione njohje të thjeshta të këtyre dëshmitarëve me të akuzuarin. Megjithatë, nëse do të shikojmë këto 4 dëshmitarë, për cilët ne jemi njoftuar të premten, ne duam që t'i sillim në vëmendje gjykatës sa informacion që kemi zbuluar lidhur me tyre, me to, më falni. Dhe ndoshta do duhet që të kemi disa fakte të tjera për cilat palët pajtohen përpara se sa të peshohet vlera e dëshmisë së tyre. Pra dhe përpara sa të merret vendimi në qoftë se këto deklarata janë pranueshme apo jo. E kuptoj plotësisht, pra nëse do duhet që këto dëshmitar të thëriten, që nuk më duket me shumë gjasa për momentin, mendoj që datat që u përcaktuat mjaftojnë për këto dëshmitar po ashtu. Në rregull, atëherë, i inkurajoj palët të konsultohen me njëri tjetrin dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët për të vjuar më tej lidhur me këtë aspekt. Të falenderoj zotin Hafez lidhur me përpjekjet e tij dhe pikërisht këtë gjë që bëri sot në mëngjes. Gjykatësi ka ndonjë gjë tjetër në këtë moment? Po zoti Young, së pari desha t'ju falenderoj për urdhrin gojor lidhur me praninë e zotit Fazliu. Ju falenderoj për këtë. Ju falenderoj edhe për janë përfshirë disa prej këtyre kërkesave për transkriptet, të cilat në fakt janë duke u trajtuar me nego nderuar gjykatës dhe që të theksoj për nevojat proces verbalit, ne kemi respektuar afatin që ju keni urdhëruar për të ruajtur të drejtën tonë dhe fakti se sot ne po ju informojmë se nuk do të kërkojmë nga njësia për kthime që të plotësoj të përmbyllë dhe të bëjë gjithë procesin e verifikimit të kërkuar, nuk do thotë që ne pajtohemi me transkriptet e ZPS-s. Ne që mbajmë vazhdim të kundërshtojmë ato, thjesht ne nuk e konsiderojmë këtë procesit të nevojshëm për mbrojtjen tonë. Gjykatësi
që t'jemi të qartë, vlen kjo për secilën, për gjitha prej transkripteve të cilat janë aktualisht duke u rishikuar dhe verifikuar nga njësia për kthimit me negon, për sa në takon neve, po, megjithatë, siç e thash, e bëra me dije, ne jemi të interesuar të dimë të njohim rezultatet e procesit të rishikimit për material që kanë bëjnë me zotin Kuqi, pra vizitën e zotit Kuqi. Gjykatësi, pra nuk është për këtë nuk tërhiqeni për këtë pjesë të transkriptit. Është saktë me negon kështu është. Gjykatësi po kërkoni që të tërhiqni kërkesën tuaj për transkriptet e tjera. Me negon, duke qenë se ne duhet të paraqesim si prova këto materiale, ne po alin juve të vendosni nëse ky proces është i nevojshëm. Në këtë fazë ne nuk e bëjmë nuk duam që kërkesa jonë të vijë të trajtohet në kjo njësi. Gjykatësi sepse ka disa kërkesa që janë bërë në mënyrë të përbashkët zonja me nego dhe duhet të konsultojë edhe të panderit e tjerë, të cilët kanë parashtruar kërkesa të përbashkëta për verifikim të të njëjtave transkripte. A mund të sugjeroj që kjo çështje që të konsultoheni pra jashtë sallës së gjyqit dhe pastaj të vini me një qëndrim lidhur me verifikimet, nëse duhet të vijohet më tej me verifikime këto verifikime apo që ti komunikojmë zyrës administrative apo thomës që të përmes zyrës administrative. Me nego, në rregull dhe gjykatës të bëjmë gjë të tillë, gjykatësi ka në gjë tjetër për të ngritur? Jo. Seanca ndërpritet deri me 14 prill në orën 9:30. Përveç nëse merret njoftim tjetër nga ana jonë. Faleminderit, sekretarët e gjithë në këmbë.